Sot kemi të ftuar për ju një artist kinemas. Është ndër veteranët e parë të Kino Studios, quhet Saim Kokona. Është operator, artist i merituar, autor i dhjetra filmave artistik, i dhjetra filmave dokumentar, të mos përmendim kronika e zhurnale që janë të panumërta. Vërtet është kënaqësi që ta zhvillojmë të bisedë me zotin Saim, nëpërmjet së cilës ju do të njiheni me jetën dhe punën e tij në Kino Studio për realizimin e këtyre filmave. Zoti Saim, është kënaqësi pra që ta zhvillojmë këtë bisedë bashkë. Juve? Si doni ta fillojmë bisedën? Si ta keni dëshirën juve? Mund të bëni pyetje si ti doni. Po, më keni thënë që në vitin 1955 keni mbaruar liceun artistik për pikturë. Dhe pastaj përfunduat operator. A ju ka mbetur pishman që nuk u bët piktor, po u bët operator? Jo, as pak. Në 55-ën mund t'ju them që në momentin kur ripja diplomën, kthimi i kadetit në fshati, do dhe që erdhi një nga regjisorët që ka punuar në filmi Skënderbeu si asistent, Stato Bërda. Ai u interesua dhe më pa me kuriozitet, sepse unë përveç se në momentin kur jipja diplomën, edhe fotografoja. Kështu që sipas mendimit tim ai gjeti një element që kërkonte. Në kërkesat e mia që kisha bërë ministrisë, do thënë si kushdo tjetër, unë kisha bërë 3 kërkesa që ishte pikturë, dekoracion edhe kinematografi. Ndodhi fati që mua më dha bursa për të studiuar për kinematografi në Çeki. Para se të vim te Çekia, diploma që morët, pra shkollimi si piktor, a ju vleti ju në punën tuaj si operator? Natyrisht, kjo ishte një vlerë shumë e madhe, sepse edhe vetë shkolla në Çeki kërkonte njerëz nga artet figurative, do të kërkonte studentë që kishin mbaruar grafikën ose pikturën. Kështu që sepse kjo ka të bëjë shumë me kompozimin, ka të bëjë shumë me mendjenjat artistike që duhet të ketë një operator. Po, dhe si u bët operator edhe herë? Nga historiku i kësaj rruge kaq të bukur krijuese. Natyrisht u futa në shkollë si të gjithë të tjerët, studiova dhe sipas programeve që kishim, viti i parë ishte gjithmonë me fotografi, kështu që unë këtë fotografinë e zotroja mirë, për arsye se unë që në moshën 10 vjeçare kisha kapur aparatin me dorë dhe dija domethënë se ç'ishte fotografia. Kështu që unë kam një kujtim domethënë që kur nga koha e luftës domethënë në ditët e para të çlimit të Tiranës, unë kam dalë bashkë me dajën time me të Kallfa që ishte fotograf dhe kam fotografuar veçanërisht pozën e parë kam bërë aty te xhamia e Tembeu. Dhe pastaj në bulevard disa gjerman të vrarë, shkatrime, dyqane të djeguara te rruga 20 Dhëndori. Kështu që atëherë isha i përgatitur në fotografim. Janë shkrepje që i keni bërë ju? Ta shkrepje që kisha bërë unë gjatë kohës që isha në lice, që nga viti i parë, unë kam fotografuar bile ka në arkivën e liceut, fotografi nga puna që kam bërë nxënësit, qofshin ata të muzikës, të pikturës, të skulpturës, si dhe aktivitetet e ndryshme që ka bërë shkolla gjatë atyre vite që unë kam qenë. Unë vazhdova studimet në Prag, krahas studimeve, pata dhe një mundësi do të thënë që unë ta vizitoja Pragën shumë mirë, sepse është një vend dhe një qytet i mrekullueshëm, i ngritur që në shekullin e dytë, i krijuar dhe që ka në të gjitha anët, do të thënë arkitekturë
e cila të stilit barok dhe stilit romak, por ndërtesat janë të gjitha kompletuara me shumica me skulptura. Natyrisht ka dhe piktura të cilat janë shumë të vlefshme, si ndër piktorët që e atëhershëm është Mikola Shaleshi, që është veçarisht në teatrin kombëtar, që është një nga teatrat më të bukurat në Europë, dhe ka përveç pikturave dhe afreskeve, ka dhe skulptura të ndryshme, siç është Shturca e të tjerë. Në këtë kohë, kur ju filluat studimet në Prag, në cili nivel ishte kinematografia çeke? Po, kinematografia çeke natyrisht kishte një përvojë shumë të madhe, do të thënë se prej vitesh më parë ishte janë xhiruar shumë filma artistike dhe dokumentar, dhe që shkolla në të cilën neve studionim ishte një shkollë me përvojë shumë të madhe, që vinin nga të gjithë ante e botës, mirnin këtu diturim mbi regjin, skenarin, operatorët, një kuadrot të tjera të cilët ishin për përgatitje në ana ekonomike, dhe që ekonomi për sa i përket filmit dhe menaxhimit të tyre, kështu që këto të gjithë bënin atë që të ishte një shkollë e plotësuar dhe për të përgatitur kuadron në të gjithë drejtimet. Kishte shqiptarë të tjerë? Po, në shqiptarët neve dy gjithsej shkuam, unë dhe Piro Milkani, edhe ai që vinte nga shkolla e mesme, por që arriti, domethënë, pavarësisht se nuk kishte atë përvojën si që kisha unë, me aparate, me gjëra të tjera, por ai u përgatit në mënyrë teorike shumë të mirë, dhe arriti që të balancoheshim në këtë. Shumë shpejt ai e përdori aparatin, dhe shumë shpejt neve mundëm të bënim etyde të ndryshme, duke u përgatitur për ato që duheshin. Në këto bisedat që kemi bërë bashkë para disa ditëve, përpara se ta bëjmë këtë intervistë, më keni thënë që Praga, Çekia, zë një vend të veçantë në jetën tuaj, bile e quajt edhe si atë dheun tuaj të dytë. Përse ti lutem ma komentoni këtë? Të kalosh rinin në një vend që ka të tilla merita për sa i përket bukurisë së vendit, arkitekturës, kulturës së popullit, dhe atyre të cilët unë u njoh, me të cilët u njoh, kjo më bëri mua që unë të kisha me të vërtetë miq dhe shokë të tillë, që unë edhe mbas një periudhe shumë të gjatë u ktheva prapë atje dhe i takova, dhe mund të them domethënë që ishte tamam si atë dheu im i dytë. Prandaj kam thënë këtë. Dhe u diplomuat? Mas diplomës unë erdha në Shqipëri, dhe në dhjetor të 60-s unë fillova punën në kinostudio. Po, të vim këtu tash, si e gjetët kinostudion? Në çfarë stadi ishte filmi në Tiranë, pra? Tash, në fillim kinostudio kishin ardhur kuadrot e para, por që ishin dokumentaristët ose kronikalet, sepse atëherë kishte një gjë, që kinostudio ishte baza për kinoditarët dhe dokumentarët. Televizioni akoma në vendin tonë nuk s'kishte filluar. Edhe unë fillova punën si kronist, duke shkuar në vende të ndryshme të atë tem, që me dashuri të madhe dhe me kënaqësi unë shkoja në vende që si kisha parë ndonjëherë, që nga veriu deri në jug, nga Alpet e Shqipërisë deri në, do të thënë, që nga Vermoshi deri në Kondispol, dhe nga malet deri në Bregdet, unë pothuajse i kam parë këto vende, i kam shëtitur, jo vetëm shkuar atje me makina, por edhe me këmbë, ose edhe me mushka ndonjëherë, ku qëllonte që ishte vështirë. Kështu që me këtë unë pata mundësi, domethënë, që të kem një përvojë shumë të madhe, por edhe një dashuri për të punuar. Dhe nuk përtoja sa herë që më caktonin detyrën, shkoja me kënaqësi. Kujton emra kolegësh të këtyre viteve? Po, natyrisht në fillim fare kam punuar me Endrik Ekon, Ilo Pandon, Marian Tixhakon, që ishin në dokumentaristët e parë si regjizor. Por operator ishin Sokrat Musha, Jani Nano,
Këto Niko Hamdi Ferrati ish nga të parët, që natyrisht këta, domethënë ishin si thuaç pararoja e kinematografisë tonë. Kurse neve ishim ato shkalla e dytë, domethënë ardhja jonë ishte ardhja që sepse erdhëm ne nga Çekia, unë e Piro, në bashkëmimi sovjetik erdhi Viktor Gjika me Dimitër Agnostin, po operator, edhe vazhduan po gjerimet. Njëkohësisht më parë kishte ardhur Hysén Akani nga Çekia, Kristaj Dhamo gjithashtu kishte ardhur, do të thënë që studenti në fillim në Hungari, pastaj erdhi edhe në Çeki. Dhe kështu që janë këto kuadrat e para që asaj kohë, do thënë. Blerës dhe shitës të shtëpive. Teuta Guci, eksperte në real estate dhe me përvojë të gjatë biznesi, ndihmon